Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wa salamu ala Sayyidina wa Nabiyyina Muhammad wa ala alihi tayyibin tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala al-jami' al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirplotit. Falënderimet më të sinqerta janë për Allahun e madhruar. Paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit e profetët Allahut të madhruar. Të dashur vëllezër e motra, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju. Në ajetin 70-71 të surës Ahzab, Allahu i madhruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. O ju që keni besuar, jini të devotshëm ndaj Allahut dhe thoni vetëm të vërtetën. Ai do t'ju bekojë veprat tuaja dhe do t'ju falë gjunahet. Kush i bindet Allahut dhe të dërguarit të tij do të arrijë një fitore madhështore. Në vazhdim të rubrikës ajeti dhe kuptimi i tij, për sot pra do të flasim për kuptimin e këtyre ajeteve 70-71 në surën Ahzab. Këto dy ajete përmbajnë një program të plot moral e shpirtëror për jetën e besimtarit. Në këto dy ajete, Allahu drejtohet besimtarëve me 3 urdhra kryesorë. Urdhri i parë është të jenë të devotshëm ndaj Allahut. Pra o ju që keni besuar, jini të devotshëm ndaj Allahut. Devotshmëria është prej thesareve më të mëdha të besimtarit. Ajo e afron njeriu në Allahun dhe ja ndriçon jetën në këtë botë dhe në botën tjetër. Kur Allahu fuqiplot urdhëron për diçka, qoftë për ta kryer ose për ta shmangur, kjo do të thotë se në atë ka dobi. Dhe prej dobive të devotshmërisë janë: e para, devotshmëria sjell dashurinë e Allahut. E dyta, devotshmëria është shkak për faljen e gjunaheve. E treta, devotshmëria sjell qetësi dhe dritë në zemër. E katërta, Allahu ja lehtëson rrugën dhe vështirësinë njeriu të devotshëm. E pesta, devotshmëria e mbron njeriu nga gjunahet dhe nga devijimi. Dobija para 6, devotshmëria është shkak për pranimin dhe bekimin e veprave. Dobija e 7 është se devotshmëria sjell furnizim nga vende që njeriu nuk i pret. Dobija e 8 është se devotshmëria i jep njeriu urtësi dhe aftësi për të dalluar të vërtetën nga e kota. Dobija e 9 është devotshmëria e zbukuron moralin dhe sjelljen. Dobija e 10, devotshmëria është rruga drejt suksesit dhe shpëtimit në botën tjetër. Kurani i shenjtë na mëson se devotshmëria është kriteri i vlerës së njeriu tek Allahu dhe nuk është as pasuria dhe as pozita, siç thot në surën Hujurat: Inna akramakum inda Allah atqakum. Vërtet, më i miri, më i nderuari ndër ju tek Allahu është ai që është më i devotshëm. Dhe Kurani nuk thot që është ai që ka më shumë pasuri, ai që ka më shumë pushtet, ai që ka pozitën më të lartë, por ai që është më i devotshëm. Urdhri i dytë me të cilin Allahu u drejtohet besimtarëve në këta dy ajete është të flasin drejt dhe të vërtetën.
Të folurit drejt dhe të vërtetën është prej cilësive më të bukura të besimtarit. Fjala e sinqert pastron zemrën dhe forcon besimin mes njerëzve. Dhe Kurani i Shenjtë e krahason fjalën e mirë, fjalën e ëmbël me pemën e mirë, rrejët e të cilës janë të forta në dhe degët e saj janë në qiell dhe për çdo vit japin ata frytin e tyre. Gjithashtu edhe ky urdhër pra të folurit, pra drejt dhe të vërtetën, ka dobitë e ty. Dhe prej dobive të folurit drejt dhe të vërtetën janë: së pari, të folurit drejt sjell kënaqësinë e Allahut. Allahu i do ata që flasin të drejtën, i do të drejtët, i do të vërtetën. Dobia e dytë është se të folurit drejt është shenjë besimi dhe moralit të mirë. Dobia e tretë është se të folurit drejt, pra kur njeriu flet për drejtë të vërtetën, fiton besimin dhe respektin e njerëzve. Dobia e katërt, kjo vepër e mbron njeriu nga gënjeshtra dhe hipokrizia. Dobia e pestë është se të folurit drejt dhe të vërtetën sjell qetësi dhe pastërti në zemër. Dobia e gjashtë e të folurit drejt dhe të vërtetën është se ndihmon në përmirësimin e veprave. Dobia e shtatë e të folurit drejt dhe të vërtetën është sepse kjo vepër është shkak për faljen e gjunaheve. Dobia e tetë e të folurit drejt dhe të vërtetën është se ajo forcon marrëdhëniet familjare dhe shoqërore. Dobia e nëntë, kjo vepër parandalon konfliktet, shpifjet dhe padrejtësitë. Pra kur njeriu flet drejt, kur flet të vërtetën, nuk ka konflikte, nuk ka shpifje, nuk ka padrejtësi. Dhe dobia e 10 është se kjo vepër e udhëzon njeriu drejt së mirës dhe shpëtimit. Pra, së mirës në këtë jetë dhe shpëtimit në jetën tjetër. Kurani i Shenjtë, hadithet e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi dhe të familjes e ehli bejtit të tij të pastër na mësojnë se fjala e drejtë është dritë për zemrën dhe rrugë drejt xhennetit. Dhe urdhri i tretë me të cilën Allahu u drejtohet besimtarëve pra në këto dy ajete, pra në ajetin 70-71 të surës Ahzab, është t'i binden Allahut dhe të dërguarit të tij. Bindja ndaj Allahut dhe të dërguarit të tij është rruga e lumturisë, rruga e udhëzimit dhe e shpëtimit. Ajo e afron njeriu me mëshirën e Allahut dhe e ruan nga devijimi. Ashtu siç përmenda dobit e dy urdhrat të përpashëm, edhe ky urdhër pra t'i binden Allahut dhe të dërguarit të tij ka dobit e tij. Dhe prej tyre janë: dobia e parë, bindje ndaj Allahut dhe të dërguarit sjell kënaqësinë dhe dashurinë e Allahut dhe të dërguarit. Dobia e dytë është sepse bindja ndaj Allahut dhe të dërguarit të profetit është shkak për hyrjen në xhennet. Dobia e tretë është se kjo vepër sjell faljen e gjunaheve dhe mëshirën e Allahut. Dobia e katërt është se bindja ndaj Allahut dhe profetit e udhëzon njeriu në rrugën e drejtë. Dobia e pestë e bindjes ndaj Allahut dhe profetit është se sjell qetësi dhe siguri në zemër. Sepse ajo zemër e cila është e lidhur me krijuesin e saj dhe zbaton urdhat porositë e krijuesit të saj, i gjithëmëshirshëm, i mëshirëploti, padyshim që ajo zemër pra është e qetë dhe e sigurt.
Dobia e 6 e bindjes ndaj Allahut dhe profetit është se ajo mbron nga humbja dhe devijimi. Dobia e 7 është se bindja ndaj Allahut dhe të dërguarit forcon besimin dhe moralin. Sepse ai njeri pra që i bindet Allahut dhe i bindet të dërguarit, ai është një besimtar i sinqert dhe mbartës i moraleve të larta. Dobia e 8 e bindjes ndaj Allahut dhe profetit është se ajo e bën jetën më të bekuar dhe më të rregullt. Dobia e 9 është se bindja ndaj Allahut dhe profetit sjell sukses në këtë botë dhe në botën tjetër. Dhe dobia e 10 e bindjes ndaj Allahut dhe profetit është sepse kjo vepër është rruga drejt fitores madhështore, el fawzul mubin, që përmendet në Kuranin e shenjtë. Dhe kjo fitore e madhe është fitimi i kënaqësisë Allahut dhe hyrja në xhennetin e përjetshëm. Inshallah qofshim të gjithë prej xhenetlive. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi dhe ehli bejtit i pastër na mësojnë se bindja ndaj Allahut është dritë, ndërsa mosbindja ndaj Allahut sjell errësirë dhe pendim. Pas këtyre 3 urdhrave, Allahu fuqiplot u premton besimtarëve 3 shpërblime të mëdha, që janë: shpërblimi i parë, rregullimi dhe bekimi i veprave. Rregullimi dhe bekimi i veprave do thotë që Allahu i bën veprat e njeriut të drejta dhe të pranuara, i sjell dobi dhe fryt të mirë, i ruan nga prishja dhe humbja dhe i mbush me bereqet dhe me sukses. Kur njeriu është i sinqert, flet drejt dhe i bindet Allahut, atëherë Allahu ja përmirëson sjelljen, ja udhëzon veprat dhe bën që edhe veprat e vogla të kenë ndikim dhe shpërblim të madh tek Allahu fuqiplot. Pra bekimi i veprave nuk nënkupton vetëm të shumtën e tyre, por nënkupton cilësinë e veprave, pranimin tek Allahu, dobin për veten dhe për të tjerët dhe vazhdimsinë në të bërit mirë. Ndërsa rregullimi i veprave do të thotë që Allahu e ndihmon njeriu të veprojë dhe drejt, të largohet nga gabimet dhe ta përfundoj punën në mënyrë të mirë dhe të dobishme. Shpërblimi i dytë është falja e gjunaheve. Të gjithë gabojmë. Të gjithë bëjmë gjunahe. Mirë po, këtu falja e gjunaheve na jetë do të thotë që Allahu e shlyen mëkatin e njeriu dhe nuk e merr atë në llogari në ditën e gjykimit, kur njeriu pra pendohet për atë gjuna, për atë mëkat dhe kthehet tek Allahu, tek krijuesi i tij. Falja e gjunaheve ka disa kuptime të rëndësishme dhe prej tyre janë: së pari, Allahu e mbulon mëkatin dhe nuk e turpron robin e tij. Sa i mëshirshëm, sa i butë, sa i dashur që është krijuesi ynë pra. Ai pra e mbulon mëkatin e robit të tij dhe nuk e turpron atë. Së dyti, Allahu e fshin dënimin që do të meritonte për atë gabim. Pra këtë kuptim falja pra e mëkatit do të thotë që Allahu e fshin dënimin që do të meritonte për atë gabim apo për atë gjuna. Së treti, Allahu e pranon pendimin e sinqert dhe e kthen robin në pastërti. Pra kur njeriu pra i falen gjunahet pra, i pranohet pendimi i sinqert dhe kthehet i pastër. Dhe së katërti, Allahu
e zëvendëson gjendjen e mëkatit me mëshirë dhe mirësi. Pra kur ja fal gjunahun në robit të tij, Allahu pra e zëvendëson gjendjen e mëkatit me mëshirë dhe mirësi. Pra falja e gjunaheve nuk është vetëm mos ndëshkim, por edhe pastrim i shpirtit, rifillim i pastër dhe afrim tek Allahu fuqiplot. Thëndryshe, falja e gjunaheve është mëshirë e bekuar që e fshin mëkatin dhe e rikthen njeriu në gjendje të pastër para Allahut fuqiplot. Prandaj pra, le t'i kërkojmë Allahut që të na falë gjunahet, gabimet tona, sepse ai është pranues i pendimit dhe është falës i madh. Shpërblimi i tretë është fitoria e madhe në këtë botë dhe në botën tjetër. Fitoria e madhe në kuptimin e ajeteve të Kuranit nuk nënkupton vetëm sukses material në këtë jetë, por një fitore të plot dhe përfundimtare të njeriut edhe në jetën tjetër. Fitoria e madhe në këtë botë përfshin udhëzimin në rrugën e drejtë, qetësinë dhe stabilitetin në zemër, suksesin në veprat e mira, ruajtjen nga devijimi dhe gjunahet dhe jetë të begatë dhe me kuptim. Pra kjo është fitoria e madhe në këtë jetë. Fitoria e madhe në jetën tjetër përfshin shpëtimin nga dënimi i Allahut, hyrjen në xhennet, fitoren ndaj frikës dhe humbjes në ditën e gjykimit, kënaqësinë dhe afërsinë me Allahun fuqiplot. Pra fitoria e madhe është kur njeriu fiton pra udhëzim në këtë jetë dhe shpëton dhe shpërblehet në jetën e përtejme. Mesazhet e këtyre ajeteve janë si vijon. Dhe këto mesazhe na drejtohen edhe ne. Mesazhi i parë është devotshmëria është themeli i jetës. Mesazhi i dytë, fjala e drejtë është shenjë e besimit. Thënia e Allahut, thoni të vërtetën, do të thotë të mos gënjejmë, të mos mashtrojmë, të mos shtrembrojmë të vërtetën, të mos përdorim fjalë që lëndojnë padrejtësisht, të flasim me sinqeritet dhe drejtësi. Mesazhi i tretë, fjala është pasqyra e zemrës. Zemra e pastër prodhon fjalë të pastra. Mesazhi i katërt, gjuha mund ta shpëtojë ose ta shkatërrojë njeriu. Shumë mëkate lindin nga gjuha, siç janë përgojimi, shpifja, tallja, përçarja, gënjeshtra. Prandaj, këto ajete e lidhin devotshmërinë drejt për drejt me mënyrën e të folurit. Mesazhi i pestë, fjalët e drejta i rregullojnë veprat. Kur njeriu bëhet i sinqert në fjalë, atij i pastrohet zemra, i pastrohen qëllimet dhe i përmirësohen veprat. Mesazhi i gjashtë, gënjeshtra e prish njeriu nga brenda, ndërsa e vërteta e ndreq karakterin e tij. Mesazhi i shtatë, e vërteta sjell faljen e gjunaheve. Njeriu që flet drejt, ai largohet nga hipokrizia, afrohet me Allahun dhe fiton besimin e njerëzve. Mesazhi i tetë, bindja ndaj Allahut dhe profetit është rruga drejt suksesit. Mesazhi i nëntë, ndreqja e shoqërisë fillon nga ndreqja e fjalës. Nëse njerëzit flasin të vërtetën, mbajnë premtimet dhe shmangin shpifjet dhe përgojimin, atëherë forcohet besimi mes njerëzve, shtohet drejtësia dhe paksohen konfliktet në shoqëri. Të dashur vëllezër dhe motra, këto ajete na ftojnë dhe na thonë: mendo para se të flasësh. Mos thuaj çdo gjë që dëgjon. Thuaj të vërtetën edhe kur është e vështirë. Mos përdor gjuhën për të lënduar të tjerët. Lidhë sinqeritetin me devotshmërinë ndaj Allahut. Kujto se një fjalë mund të ndërtojë zemra ose t'i shkatërrojë ato. Këto ajetet e begata
pra ajeti 71 në surën Ahzab, tregojnë se rruga drejt suksesit të madh nuk fillon me forcë apo pasuri, por me zemër që i friksohet Allahut, me gjuhë që flet të vërtetën dhe me bindje ndaj Allahut dhe të dërguarit të tij. Të dashur vëllezër dhe motra, kudo që të fluturojmë, kudo që të notojmë, kudo që të lundrojmë, cilën do rrugë që të përshkruajmë, fundi ynë është tek Allahu fuqiplot. Prandaj, le të jemi të lidhur me Allahun në këtë jetë, që të kemi një përfundim sa më të lehtë, sa më të mirë dhe inshallah të jemi sa më afër Allahut në jetën tjetër. Allahu na bëft prej të devotshmëve, prej të vërtetëve në fjalë e në vepra dhe prej të bindurve ndaj Allahut, ndaj të dërguarit dhe ndaj të dashurve të tij. Allahu ju ruaj ju, familjet tuaja, kudo që t'jeni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira Allahut qofshin mbi ju.